Udhëzimi i dy djemve nga Medina. Dy djem nga Medina e pejgamberit alayhis salam kanë shkuar në Turqi për pushime dhe vepra të ndyta. Por sa kanë arritur në Stamboll, blenë alkool dhe me taksi shkuan në një fshat periferik dhe kishin marrë një hotel, ashtu që të mos i shoh askush. Gjatë marrjes së të dhënave të tyre në recepcion, në punësi i pyeti: "Nga jeni?" Njëri prej tyre ju përgjigj: "Nga qyteti i Muhamedit alayhis salam." Recepcionisti u gëzua shumë. Në vend se një dhomë i dha një apartament, në shenjë respekti për Muhamedin alayhis salam dhe për dashurinë ndaj banorëve të Medinës. U ngritën lart djalmoshat dhe qëndruan gjatë gjithë natës duke pirë alkool. Njëri u deh, ndërsa tjetri kishte pirë por nuk ishte dehur plotësisht. U çuditin kur dëgjuan trokitjen në derën e tyre, ora 4:30 e mëngjesit. U ngrit njëri prej tyre dhe e hapi derën. Recepcionisti i thotë: "Imami i fshatit refuzon të na fal namazin e sabahut, pasi e kuptoi që ju jeni nga Medina dhe qëndroni këtu në fshat. Ne po ju presim poshtë në xhami." U çudit djaloshi me lajmin dhe e zgjoi shokun e tij dhe i tha: "A e din diçka përmendsh nga Kurani?" Ai ja ktheu se ne nuk mund të bëhemi imam. E gjatë kohës që konsultoheshin, trokiti dera për të dytën herë. Recepcionisti po i thoshte: "Ne po ju presim poshtë, shpejtoni para se të lindë dielli." Rrëfyesi i këtij tregimi thotë: "U pastruam shpejt dhe zbritëm poshtë kur pam, ajo ishte mbushur me njerëz, thuaj sikur të ishte namazi xhumas. Të pranishmit në xhami po i përshëndetnin me respekt, ndërsa njëri prej tyre doli imam. Po sa filloi të thotë Elhamdulillahi Rabbil Alamin, i gjithë xhamati filluan të qajnë duke kujtuar xhaminë e Muhamedit alayhis salam. Edhe unë qaja së bashku me xhamatin e xhamisë, ndërsa shoku në të dy rekatet këndoi Kul huwallahu ahad, sepse nuk dinte më shumë se kjo kaptin. Ky rast, tha ai, ishte shkak për udhëzimin ton në rrugë të drejtë."